bindur nga takimi që ke qenë në Zyrich, ndoshta me mërgjimtar atje. Nga takimi Zyrich. Ju kanë ushqyer me entuziazëm. Ishte një takim madhështor, me thonë të drejtën, takimi i Zyrichut. Ishte një takim i cili nuk ka ndodhur që një kohë në përmasa të tilla e në disponim të tillë, andaj jam i mbushur edhe me energji prej të dielës në Zyrich. Si do ta sfidoj zotin Kurti dhe nëse më them homologun, nuk i keni homolog, ministrin e financa, po nga një njëjti branch nga ekonomia, pasi ju keni shkollë më shumë se saj, si do ta sfidoni zotin Morati? Asnjë projekt në 5-6 vite prej fillimit deri në fund Ridvan. Sfida jonë për ta nuk mund me po. Absolutisht. Ne i ftojmë publikisht, edhe në debat publik e ftoj. Hajdeni na tregoni cili është një projekt që e keni fillu edhe e keni mbaru. Asnjë projekt nuk jo në gjendje me dal edhe me paraqit publikisht. Dhe kjo është e tmerrshme me të vërtetë në kuptim ekonomik. Shiqoni, janë ndërtu autostrada, janë ndërtu rrugë, janë ndërtu shkolla, janë ndërtu spitale në këtë Kosovën tonë të pas luftës. Kurse për 5-6 vitet e fundit ne nuk e kemi asnjë shenjë në ekonominë e Kosovës. Kurse blejmë energji elektrike, mbi 1 miliard euro, në 5 vitet e fundit kemi ble energji elektrike prej të tjerëve, edhe prej Serbisë. Në një proces të dëshuar. Mbi 1 miliard euro. Me këto para ne kishim ndërtu një termocentral, ose centralin me gaz, për të cilin po insistojmë cili të kë. Dhe i premtojmë qytetarëve të Kosovës. Puna e parë që do të fillojmë në mandatin tonë qeverisës është ndërtimi i centralit me gaz amerikan. 500 megawatt, 500 milion euro kushton. Do të ndërtojmë brenda mandatit tonë të parë, sepse Kosova ka nevojë për energji. Ne po blejmë energji nga jashtë. Pse mos provojmë? Nga Serbia po blejmë, edhe nga shtete tjera. Po natyrisht. Por kryesisht edhe nga Serbia. Pse mos ta ndërtojmë termocentralin tonë e ta kemi energjinë të prodhuar në vendin tonë? Pavarësia energjetike është interes kombëtar. Gazi amerikan vjen prej Selanikut, e në Shkup, është në Shkup tani. Po, infrastruktura. Duhet me ardhur prej Shkupit nëpërmes Hanit e Lezit e deri në Kaçanike afër Ferizajit. Të qartë bëndin një. Dhe centrali me gaz amerikan do të ndërtohet afër Ferizajit, sepse do të vjen prej Shkupit përmes Hanit e Lezit, edhe do ta ndërtojmë. 500 megawatt, 500 milion euro mrena një mandati. Këtu kemi mbështetje edhe amerikane, edhe na e kanë thënë. Do t'ju mbështesim e do t'ju ndihmojmë. Por kjo qeveri e refuzoi. E refuzoi idenë e MCC-s për ndërtimin e centralit me gaz. Ne do ta përqafojmë atë ide më njëherë, edhe do ta ndërtojmë. Përveç termocentralit me gaz, ekonomia ka nevojë edhe për projekte tjera. Rruga Prishtinë-Gjilana, autostrada Prishtinë-Gjilana është një prej prioriteteve tona. E besa edhe për pej. Autostrada Dugaxhinit, po. Autostrada Dugaxhinit. Po prapë zoti Kurti ka premtime ato, edhe pas 6 vitesh. Premtimet të cilat i mbesin në letër, e i mbesin në deklarata televizive, por nuk ka interesim me i kry, sepse ky nuk është kryeministër i projekteve. Ju lutem, a e keni pa ndonjëherë në teren duke e inspektu ndonjë prej projekteve kapitale të këtij vendi? A e keni pa ndonjëherë? Për urime 2-3 kilometër lotesh të ndryshme për projekte kapitale. Asnjë projekt prej fillimit e deri në fund, Ridvan. Dhe ky është dështimi i madh i tyre. Dhe kjo është sfida që unë si ekonomist e bëj për ta. E Kurani është ekonomist. E Kurani është duke për 30% të indeksimit të varfërisë në Kosovë që u prezantua raporti. E Kurani për fat keq. Imi kanë shumë keq, tash i pak më mirë. E Kurani për fat keq si ministri i financave po e lun rolin e kontabilistit edhe menaxhuesit të buxhetit. Por ministri i financave ka obligim dhe detyrë përtej menaxhimit të buxhetit të Kosovës. E ka për detyrë edhe vizionin e zhvillimit ekonomik. Makro zhvillim duke në Kosovë. Zhvillimin makroekonomik. Po. Projektet e reja. Besa dhe modelin ekonomik të zhvillimit. Sot ne nuk kemi një model të qartë të zhvillimit ekonomik. Se kemi. I kombinuar edhe të majt, edhe veprime djatha. Absolutisht veprime ad hoc, një model
i majt i shpërndarjes. Këta e ke idenë që nuk dinë ç'bëjnë qeverisë. Absolutisht pa aftin, totalisht pa aft. Totalisht. Edhe për fat keqe për keqardhje. Andaj duhet urgjent një ndrrim në këtë drejtim, në mënyrë që Kosova të merr kahje ka zhvillimi. Për cilën arsye tjetër të madhe, zoti Kurti duhet të mbetet në opozicië sipas jush? Edhe për shkak të prishjes së marrëdhënieve me krejt partnerët tonë strategjik. Ky është një dështim i madh që ka ndodhur në politikën e jashtme, absolutisht. Marrëdhënie më të ftohta e më të ngrira me partnerët tonë strategjik ne nuk kemi pas në asnjë periudhë kohore të pasqlirimit në Kosovë. Nën sanksione me shtetet e BE-s, të Bashkimit Evropian, e Gjermanisë, të shteteve mike, shteteve kyçe mike, por gjithashtu edhe nën sanksione, veç me një emër tjetër, prej Amerikës, prej partnerit ton strategjik. Ne duhet me do e mos me ndrru këtë qasje dhe me pas një tjetër komunikim e një tjetër partneritet me miqtë tonë. Kjo është arsyeja madhe sa i përket dimensionit të marrëdhënieve ndërkombëtare të Kosovës, raporteve të Kosovës me miqt. Po për mbrana, zoti Zoga, ne kemi pa një sulm sistematik që ka bërë qeveria ndaj sistemit drejtësisë. Sa është më rëndësi për LDK-n sistemi drejtësisë? Absolutisht. Funksionin e tij si pushteti i pavarur. Shumë me rëndësi. A e dini në çfarë situate sot është shteti ynë? Shteti ynë sot udhhiqet në krejt pozicionet kyçe të saj me ushtrues të detyrës. Dhe kjo është një paradoks i jashtëzakonshëm. Ushtrues detyre kemi në pozicionin e presidentit. Ushtrues detyre kemi në pozicionin e kryeministrit. Ushtrues detyre në parlamentin e Kosovës, tek kryetarja e parlamentit Kosovës, ushtrues detyre tek kryeprokurori i shtetit dhe prokuroria e shtetit. Krejt pozicionet kyçe të udhëheqjes së shtetit janë me ushtrues detyrë. E normalisht që kur janë me ushtrues detyrë, vetë termi ushtruesi detyrës nënkupton që se ka funksionin e plot. Kjo po prodhon dhe po prodhon krizë pas krize. Po prodhon sipas njerëzve të sistemit drejtësisë edhe terren për abuzime dhe vendimarrje që dyshohet jetë e karakterizuar me abuzime, me dyshime për vendosje të ndera burimor, me shpenzime të pallogaritshme të buxhetit e tjera. Absolutisht. Pajtohem plotësisht, pra shteti sot është jo funksional, ose nuk është në funksionin e tij të plot. Dhe për t'ju kthy funksionaliteti i shtetit, duhet me urgjencë institucione stabile. E stabile në kupton që zgjedhjet mi pas në mandatet të caktuara. Ka një arsye pse një mandat është 4 vjeçor. Në krejt botën. Ka një arsye, sepse duhet të ketë stabilitet politik. Kur ka stabilitet politik, pastaj orientohemi ka zhvillimi. Orientohemi te projektet edhe e shtym përpara vendin. Pa stabilitet politik, s'ka stabilitet as ekonomik e financiar. Me dije ju i sfidoni të gjithë nga i pari në fund në këtë qeveri. Me dije në pikpamje të zhvillimit ekonomik, në pikpamje të idesë për një Kosovë ndryshe të nesërmes. Unë falenderoj shumë për vlerësimin. Ne kemi ekonomist. Unë po pyetje, po me dije, po them i sfidoni, mund të sfidoni të gjithë. I sfidojmë me projekte, me ide, me vizion për të ardhmen e këtij vendi. I sfidojmë. Edhe i lus qytetarët që me e lexu edhe programin tonë. Me e lexu programin dhe me pa vizionin e LDK-s për zhvillimin e vendit. Dhe ne normalisht e kemi treguar edhe në të kalumen. Jemi institucionalist, jemi parti demokratike në plot kuptimin e fjalës. Jemi parti që i çmojmë institucionet, që kërkojmë stabilitet institucional dhe që e kemi vizionin për zhvillim ekonomik. Neve na duhet një kryeministër si zoti Lumir Abdigjiku, i cili do të jetë në terren tek projektet, çdo ditë, me ministrat e tij në terren. E jo një demagog që ka fjalë të mëdha e që se ka asnjë vepër. Një vepër, ju lutem, një vepër. Me thonë që kjo është shenja ime që e kam lënë për Kosovën në këto 5 vite mandat. Kjo rruga, ky projekta, ky termocentrala, ky spitala, asnjë projekt.
200 qerdhe i kanë premtu, është qesharake ajo që ka shihet në teren, është qesharake. Shqiqoni, ne po e premtojmë spitalin e madh të Kosovës. Po. Duhet ta rënojmë ÇKUK-n që është aktualisht, sepse është ndërtuar në vitet e 60-ta dhe është ndërtuar me sistem sovjetik. E duhet ta bëjmë një spital të madh të Kosovës, ku qytetarët e Kosovës kanë çështjen shëndetësi e nuk dalin nëpër vendet rajonit e të botës me u shëru. 100 e kusur milion euro në vit na dalin nga Kosova vetëm për shërim jashtë vendit. Njerëzit nuk kanë para për të blerë dhe barnat. Nga ajo listë esenciale që mungojnë sot, tasën për hemodializë, për smurët me kancer. Këtij vendi i duhet një shëndetësi serioze. E kur them serioze është e nivelit e standardit evropian, sepse mundemi, kemi mundësinë. Ne do të ndërtojmë spitalin e madh të Kosovës. Dhe pastaj do të angazhohemi fuqishëm në arsim. Është një prej shtyllave kyçe të zhvillimit të shoqënisë. Nuk mundemi me jetë tutje pa arsim cilësor, kurse sot jemi në nivelet më të ulta të arsimit. Sipas testit PISA, që është test evropian standard e botënor, besa, ne jemi 3-4 vite mbrapa Evropës. Ka situatë shumë kritike Kosova në këtë aspekt. Një fëmijë i klasës së 3 shkollës fillore ka njohuri 5 vite mbrapa me një fëmijë të standardit evropian që e merr shkollimin evropian. 5 vite mbrapa është. E çush dojmë ne me konkuru pastaj me Evropë, me botë. Çush dojmë me zhvillu këtë vend. Andaj edhe arsimi do të jetë një prej prioriteteve tona dhe mësimi tërditor. Sa më shumë që fëmijët tanë qëndrojnë në shkollë, ata do të marrin më shumë dije. Dhe gjithashtu edhe do të kenë edhe shëndet më të, si me thonë, më stabil. Sepse do t'i ushqejmë atje në shkolla me shujtat, me ushqim të ngrohtë e të mirë, edhe do të marrin dije. Dhe gjithashtu i lirojmë prindrit. Edhe të mos kenë çantat me pesha të rënda. Edhe s'ka nevojë me i bardh. Aktualisht. S'ka nevojë me i bardh çantat, sepse do të qëndrojnë në shkollë prej 8 deri në 4. E kur kthehen prej shkollës, do të merren me pjesë jashtë kurrikulare. Me jetën e tyre, me aktivitete sportive, e me jetën e tyre. Dhe kjo pastaj i liron edhe prindrit, Ridvan. Natyrisht. Që t'jenë të fokusuar në punë. Edhe nënat që të marrin pjesë në tregun e punës. Po natyrisht.